miq Prizmës. Në gjithë po themi të lodhitja zakonshme që drejtësia shqiptare, po, e jo drejtësia se sa spaku, pjesa elitare, ajo që ka të drejta tja zakonshme dhe status special në Shqipëri, bën, po sigurisht që e bën duke bërë politike dhe duke imituar politikën në mënyrë të turpshme. Shikoni, unë kam pas gjithmonë idenë se nuk ka pse tjetë drejtësia më e mirë se politika dhe se gjithë sistemet e tjera në Shqipëri. Jam po të njëjtit njerëz. Nga sistemi i drejtësisë kanë dalë jashtë 450 vetë. Dhe kur dalin jashtë nga sistemi i drejtësisë 450 vetë, sigurisht janë bërpis 4500 vetë, se me to kanë bashkëpunuar. Nuk ka pse t'jenë më të mirë prokuror dhe gjykatës se sa politikan, drejtor, deputet, pedagog, universitar, mjek, nuk mund t'jenë më të mirë, sepse nuk ka kushte për të qenë më të mirë dhe nuk ka mundësi asnjë lloj sistemi në Shqipëri t'jetë më i avancuar në ndershmëri se sa tjetri. Janë të gjithë njësoj. Janë të gjithë në një vorbull kazan, i cili sigurisht gjën e parë që ka mitmarrjen, ka rishfetin, ka që janë më të voglat, dhe pastaj ka grabitjen, vjedhjen. Kështu është edhe drejtësia. Tani me filmin e drejtësisë speciale, si me thanë të spakut e GKK-os, i është shtuar edhe specialja, këta janë dhe special. Po mbeten po ata, edhe çfarë bëjnë tash? Në vend të fakteve bëjnë show. Në vend të mbledhjes faktës dhe hetimit, hedhin në publik element për linçim, edhe shpeshherë jo të vërtetë. Është rasti i atij Agacit. Që po dëgjoj edhe avokatin Haxhiaj, po edhe të tjerë që e kanë marrë në analizë. Është një nga marrëzit më të mëdha të spakut edhe gjykata speciale. Marrëzit më të mëdha. Mi po çfarë kanë bërë? Kanë thënë që i gjetëm shishe vere me 3 milion euro. Ja dhanë fillim gazetave, portaleve, ja dhanë shokëve të asaj Lalës edhe atij tjetrit, të investigative të mëdhenj, 3-4 prej tyre, ata e përhapën dhe nezën situatën në popull. Çfarë ka? 3 milion verë aty, këta janë hajdut, kriminel, këta duhen vra, kryeministria duhet djegur, e merr edhe Berisha e thot, janë për tu vrar, janë për tu përndjekur, janë narkotrafik. Të gjitha dolen nga spaku dhe nga GKK-ja. Ja servirin, tha, bërtit një. Qa përfundoj, as gjetë një shishe e vetme nuk u gjetë, nuk e kapën, nuk e sekestruan, nuk e nxorën. Nuk nxorën pamje, nuk nxorën asnjë fakt për të vërtetuar që mirë 3 milion, po shishe, ku janë? Thanë tjetrën. Ka marrë tenderët. Në të gjitha dokumentacionet, ja servirën medias, ja servirën politikët, dhe më thanë, një letër, një servirje, sepse sigurisht janë në shërbim të Sali Berishës, një pjesë aty në SPAK bashkë me GKK-on, janë prapë të tij, nuk kanë ku të shkojnë, ai i kanë nxjerrë, është babai i tyre, babai politik, filozofik edhe krahinor, një pjesë aty. Edhe folk bolshevik që është, edhe jo vetëm krahinor, po shpellar. Edhe ata gjysma ashtu janë. Ja servirën atij, ja servirën edhe kësaj Lalës, po themi, edhe këtyre gjithë investigative, dhe ata përhapën popull. Qa ka marrë gjithë tendrat e Akshit, i ka marrë ky Agaci. Të gjitha i ka komanduar ky. Nuk del asnjë letër aty, po kështu doli. Po ky duhet vrar, ky duhet prerë, ky duhet fillon populizmi. Ata kanë rritur ndërkohë pa një fakt, ose me faktet të sajuara, kanë rritur pH-in popullor, duhet kjo qeveri duhet djegur, duhet hedhur në plena, kjo duhet shkatruar, Edi Rama është kriminal, është narkotrafikant. Berisha me të vetën, shtypi me të tijen, News 24 i kundra sigurisht Edi Rama se ju ka prishur hotel prestigjin, nuk e di, i kanë nxjerrë nga një vend që i kishin uzurpuar, sigurisht bëhen armiq, edhe normalisht do të veprojnë kështu në këtë lloj forme. Pra kanë ndezur situatën, akuzat pa fakte,
të cilat rezultojnë pastaj zero, ndërkohë ai është linçuar nga politika, sigurisht nga opozita, nga media dhe nga populli, nga Facebooku dhe nga gjitha këto. I ku doli kriminal tash ai po dalin në rrugë në një zemrim e sipër i ngul në thik ose evret. Shkoj dhe kjo. Tjetra, ka grabitur njerëz me makinë. Kemi dhe makinën e sekuestruar. Çfarë rezulton? Kishin sekuestruar një makinë një pafajshme, kot ja kanë kthyer, kanë marrë makinën e kanë kthyer, asnjëherë nuk u vërtetua kë sekuestroi dhe si e sekuestroi, e si mund të sekuestroi asgjë, asnjë fakt. Por çfarë ndodhi? E hodhën, e çuan një letër, një lajmërim ke Gazbardi dhe ke Sali Berisha në veti, Gazbardi në veti, Flamunoka, gjithë ta me veti, kriminal kanë sekuestruar, është narkoshteti, narko ky, e mushën një herë mirë militantizmin e tyre, pastaj ja dhanë medias, News 24 si Lala bashkë me atë Hoxhën edhe ca hoxha të tjerë, hoxhallarë shëllerë të tjerë që i ka media, për iftëri nga më të ndryshmit, edhe o burra dhe ata si bëjnë kështu si Bin Ladenat gjithë në radhë, dhe mbushën, çfarë mbushën? Mbushën marrë acarun një shoqëri të Shijagasit duhet pushkatuar, duhet linçuar, duhet djegur i gjallë. Këto janë ato që shkruajnë. Po faktet zero, asgjë. Nuk vërtetohet asgjë. Thonë që ka filmime, po asnjë filmim zero. As ato nuk kanë. Ku shkoi përfundimi? Përfundimi është se të gjitha ato që janë për hetim nuk ishin për asgjë tjetër, por ishin për linçim. Ishin për të krijuar situatë populiste, politike, kundra qeverisë, kundra Edi Ramës, që mirë i bëhet, bashkë me qeverinë edhe bashkë me majorancën, që bëhet mirë. Jo vetëm për fajet që kanë, sa të duash, absolutisht, por dhe për tolerimin e situatës edhe mos bërjen zë, sepse ama jena mirë, ne ku pysim ne për këta, sigurisht, ndërtuan dhe Spakun, këta ka ndërtuar Spakun, Spakun, kush e ndërtoi? Ashtu si Hashim Thaçi ndërtoi dhe pranoi gjykatën tribunalin special, edhe Edi Rama ka ndërtuar këtë lloj Spakut ka ndërtuar, këtë lloj njerëzish janë në Spak. Qa bën Spaku? Spaku pastaj për të balancuar si vaj që hodhin njerë Gërdecin, Fatmir Mediun, qa bën? Në vend që të gjej faktet, i ka faktet aty faktet nuk i nxjerrë. I zhurmë s'ka pse bën se është e bën, kryme zhurma, këse puna kanë kaluar vite, që në 2008, në imagjinote që së nxjerrë si fakte dhe ka për ta lënë për të vdekur, as s'ka për të ndodhur kur gjë Fatmir Mediu, sepse ata që janë Spak atë janë më keq se sa Fatmir Mediu. Domethënë ata po të kishin pas gjë në dorë, kanë qenë atëherë mund të kishin hedhë jo 26 po 260. I kanë faktet për 21 janarin, por këtë vrasin baban e tyre shpirtëror, Sali Berishën, racën e tyre të folklorizmit edhe të ruralizmit, si mund ta bëjnë atë punët? Nuk ka nevojë ta bëjnë. Nuk është e nevojshme. Janë njësoj si ata. Pra, standardi dy fish, natyrisht janë opozita e vete, ata duan nesër të formojnë një parti, Spaku do formojnë një parti në veri, sepse sigurisht do të ketë përplasje politike për të. Nuk është se do akuzojnë këne nga Partia Demokratike, ata nuk e kanë Partinë Demokratike, ata kanë me Partinë Socialiste. Nuk s'kanë gjë me Partinë Demokratike, janë një tarikat, nuk kanë një problem. Është një lloj mentaliteti, një lloj mendimi, një lloj profesionalizmi kanë. Profesionalizmi e shpikjes, populizmit, hedhjes në publik edhe linçimit, to janë të përbashkët e tyre. Ndërsa me Partinë Socialiste kanë probleme, sepse sigurisht ajo mund të jetë pengesa e vetme. Pengesë tjetër nuk kanë ata. Kështu që mund ta konsiderojnë shumë mirë opozitën e vetme në Shqipëri. Por ndryshe të tjerëve, pjesëve të korruptuara nuk kishin pse të ishin. Nuk as kishin mundësi, as kishin se të ishin. E fundit ishte për këto punë që bëhen në Shkodër, ato që i demonstron dhe Benet Beci. Po shikoja për shembull, kishte shkruar për Don Bosco në rrugën. Kishte bërë rrugën e bicikletave, po dhe rrugullimin edhe këto. Ose për kishte shkuar ke Shkop si Beptusa se do ta rikonstruktojë, ose kanë nxjerrë diçka për konviktin e Penkjakovës për ta rikonstruktuar. Do thonë jo për çfarë. Jo, më tepër po e them për Majmunatin i cili thotë
punohet, por nuk du që të punohet e s'punohet. Bëshim fjalë atëherë që nuk kemi pare, do të thënë ata duan të punojnë mos ti kesh dhënë parë ti. Ti vjedhin gjysmën edhe pastaj të punojnë këta. Në të vërtetë nuk është u punu me fonde, është duke rrullu me ndërmarrjen e vet Beneci. Por rrullon me ndërmarrjen që ka ndërtuar, pa pasur nevojën e marrjes tenderave dhe të hedhjes atyre fondeve që vijnë, po me aftësi që ka ndërmarrja në brendin në institucionin bashki për të bërë edhe rrugën, për të riparuar shkolla, si që shikoni që ndërtohen, por këto që përmenda bëhen nga ndërmarrja e bashkisë Shkodrës, gjë që ata as e mendonin këtë punë sepse duan tenderin. Ndërsa këtu nuk kemi të bëjmë me tenderin, këtu kemi të bëjmë me ndërmarrjen. Ajo administrohet, sigurisht do ketë fondet e saj, por nuk ka tendera, shtron rrugën, bën rrugët e biçikletave, riparon kopshtin, riparon konviktin, riparon një konvikt tjetër, menç tjetër, azilin e kësaj, kopshtin e kësaj, çerdhen e kësaj, bëhen nëpërmjet ndërmarrjes. Riparohen gjitha, riparohen dyert, riparohen, nuk rrin xhamat e thym vazhdimisht, ju vendosen kondicionerët, nuk rrin dyert sikur t'i kenë hangër qenç, se kanë pas zakon të ishin dyert, nuk xehen në verë dhe ftofen dimër fëmija, bankat janë të mira, gjithmonë ndriçimi është në rregull sepse i bën ndërmarrje dhe nuk ka nevojë për tendera dhe për fonde, i bën ndërmarrje. Ky është dallimi që kishte dhe fjala ai që merret gjithmonë me politikë dhe me Molotov. Edhe para ti barret Molotovja tjetër që thotë unë kam qejf të gjuaj me Molotov. Ish kryetaria e bashkisë, edhe ky tjetri që është shef Molotovash edhe ky. Merreshin me fjalë dhe janë marrë gjithmonë me fjalë me politikë. Kanë organizuar, kanë shpërndarë naftën, kanë marrë edhe mos paguaj taksat e na çon në protestë, po jo gjë tjetër. Puna është gjë tjetër, e këto edhe për më tepër me dur me xhepa. Shkruajt e njëjtë aty i kanë dur të xhepat e vet. Ashtu është. Dur xhepat e vet i ka, po ato xhepat e vikët i ka të mbushura me çalek që nuk janë vetët. Dakord, edhe dur xhepat domethënë që nuk kanë punu. Thjesht ka lekt që si meriton. Ti ketë aty. S'ka bërë as profesion të vetin kur, asnjëherë. Dakord, miqtë mi.